Tjetra që duhet gjithashtu të përfitojmë nga kjo emri Allahu xhallahu ala el-Halim është krahasoj që përmendëm dhe kësaj pike të fundit është në anën tjetër që edhe vetes tonë, por atë tjerëve t'u hapim dyert e shpresës apo. Sa njerëz nganjëherë mendojnë që na ndoshta s'kena mundësi na më të mirë. Ose na s'ekziston mund na çka qem na nuk dia mundë më shumë apo. Wallahi çdo ditë që 24 orë ka kalu për një gjunohi që e ki jepëtën, caktu. Dije se ki mundësi më më mirë jepëtën. Pse? Pse afatizimi që Allah ta ka jep, është shenë se ti ki mundësi me hekët të keqët. Gjdo më katar që bën gjunat të majnë në raport me Allah në Gjellewala, ose në raport me këndë qoftë, vetë faktë që ende për jetën, ende për mërfrim, kjo është shenë e drejt për drejt se ti mund më mirë. Ti mund më pendu. Nga se me dashtë Allah me denu ty, dhe me dashtë Allah u gjelle gjelalu, që ti mos të pendosh, ose ta kish marrë shpirtin me i herë, dhe i shkry kjo përrem për i mati me ty, ose kur s'ta kish mundësu me ndëgju dikën ka të bënu maj mirë. Kish habit dikun tjetër, si kurse ka shumë njerëz në këtë botë, ma dje shumica njerëz në këtë botë, asë një herë, një dvet, nuk ndëgjan, se dush më pendu, dush më konë maj mirë. A dini si ka këse njerëz? Po valla, ndoshta ju edhe i njihni më mirë se unë. Janë të izolum në epshet e tyre, edhe janë të izolum në karantinat e kësaj dunjaje, apo që nuk dalin jashtë tyre. Nuk dëgjon ai kur fjalën ki frikë Allahun. Apo Allahu na ka begatus. Nina kësi fjalë atë. Momentin kur ta ka mundsu me marr frym, momentin kur ta ka zgjat jetën dhe të ka pru me ndëgju, sikur që e përmana. Kjo është ajse. Dhe kjo hap dirë në shpresë, se na mundëm inshallah me konë më të mirë, që se na e jepëm pak atë. Kësë Allah xhallahu ala për në qenë shenja. Une po du me të bu më të mirë, për që ta po ta mundësaj me ndëgju këtë, për këtë arsye po ta mundësaj me e kuptu të metën tënde. A ka me pas njerëz jemul qiyama që kanë mu befasu se që kjo punë e keqe? Po vëllap të. Kanë mu befasu, kanë mu befasu se që ta njerëzin kënë mirë. A nuk është ata që kanë kunna na'udduhum min al-ashrar. Ta thonë, qysh bëj qëtajnë të mira? Në këtë tjetë në ka shumë që këtajnë të këshi, këta njërës qenë këta. E po të këshi ty të ka dokë, jo më në këjame, ty të ka njërës që këtë tjetë e shkonë të mënu se musliman në terrorista, për. Vej gjak dherën. Këtë tjetë e shru shkonë. A asë dene më në ndrysha, për. Jënë të rëzikshëm. Jënë të këshi, feja ty në është prapa më të ri. A ka njërës që këtë tjetë e shkonë që të mënu, për. Me që koncept, lindë dhe des, se islami e len mrapa. Jo më në këjame mërë është, ku pas ka qenë njëri islamin apo? Ku e pas ka qenë islami njërin apo? E ku e pas kalon njëri ose ku e kalon praktikë e islamit në njëri apo? Jam në kamë këtë mërash, që ti e çel syt apo? Nëse këtu ta ka mund sallallahu me hap vesh, me hap syt për ballë këtyre realiteteve, wallahi billahi kjo është e drejt për drejt pi Allah xhallahu ala, se po çon sinjale, po deshte, ndihmojmë naftën. Kjo është shenjë. Sikur që na e dim zakonisht. Nuk ka mundësi njëri me u pendu, apo me vetë iniciativë. A ka mundësi? Jo. Allahu xhallahu ala e inspiron me tauba e pendohet, pastaj Allah e pranon. Kjo është procedurë e zakonshme. Allahu të përmend ty, ti e përmend Allahun, pastaj si problema i të përmend ty përsëri apo. Çka çështë shkon kjo procedurë? Zakonisht është në gjitha aspektet çështë shkon apo. Në raport mes Allahut dhe robit të tij. Andaj nëse këtë rregull e përdorim në këtë rast, apo ai po të kujton ty me do realitete të caktuara. Ai po ti përkujton ty disa çështje të caktuara. Ai po ti mëson disa punë të caktuara për me kon ti më i mirë. Kjo çfarë shenjë është për ty? Kjo shenjë se ai e din se ti mundesh me kon më i mirë. Dhe është shenjë se ai don me të pa më mirë atë. Andaj ta ka mundsu këtë me ndëgju dhe këtë me pa, edhe këtë me ndot dhe kështu me radhë. Pa i këtë me në hap, thash dirën e shpresës. Dhe ndikimi i këtij jam të është ashtu që në hapën dytë e shpresës, por duke i hap me kujdes në pikës paraprake. Apo i hapim ama ti kem të hedhnimi. Që me i hap me maturi dhe me shfrytzu këtë hapje me maturi apo.